me veteranin e ushtrisë Ilon, po kujtojmë qitjen me raket. Raket në rreth Gret. Në rreth Gret. Rreth Gret. Në vitin 22 shtator 96. Ku ishte edhe ministri mbrojtjes Safet Xhulali. E kanë qitën doli me... Jo, si u pregatitën ndajnë një muaj atje, si... Një muaj, po. Mua përshëndeti ministri mbrojtjes, ishë interesuar 20 efektivi, 20 ushtarë, 4 oficera, se ishim të nene. Se ne ishim shumë, po ka që ishim për aty, që pregatitën. 3 raketa, 2 kineze, 1 sovjetike. Sam 2. Të gjata 14 metra e gjysë. I lëshuat jo? Prit, një lëshuat. I vendosëm poligon, u dha urdi, u bë shkrepja, doli me sukses. Na përshëndeti dhe na falenderoj ministrin mbrojtjes Safet Xhulali. E na tha, me këtë qitje që bët ju, i treguat populli shqiptar, ushtrisë se jeni të pregatitur. Dhe ju falenderojme. Tjetër, sa unë në parlament nuk ju do njeri ju. Kaq munda të ve drekët, një racion për ju oficera. Ju thonë, jeni jeshil nga jashtë, të kuq nga branda. A i ramet pas. Pasaj, u hot, edhe mu drejtua mua. Ba, aja tje unë këtu. Në thot mua, Ilo Mishaviu, mos lezo zërin e popullit. Nuk mu durua mua dhe ju kundër përgjigja me një. Zotë ministër, në qose njerëzit të kanë raportuar gabimisht, ose janë mihop, nuk shikojnë mirë, edhe nuk lexojnë mirë, edhe bëjnë luftëtarin e bëjnë zërin e popullit se kanë fajnë, e kanë fajnë ata, spionat që të kanë raportuar ty. Jo, tha. Dhe jo, tha. Në repart, më lexoni zërin e popullit. Lexoni luftarin e këto që kini. Edhe gjom edhe mua. Kur të talis nga reparti, ta. Kur të talis nga reparti, bej 5 hapa nga dera e reparti. E kishim ke prati. Nëmëro 5 hapa. Pas 5 hapa që do talis nga reparti, mbyllet porta e reparti, më shaj dhe mua si ministr. I them unë, s'kam se të shaj. Nuk kam se të shaj, se ti po më dhorë. Dhe jo, tha, sa t'jem unë, tha, ministr mbrojtje, tha, i aty kam në tavolinë, tha, gjithë dokumentat e repartit tuaj të raketave, të maminat. I ka unë, tha, kini kujdesa, se mund të ikini për leqët. I vetëmi zora konkluzion se ishe me tërmend shpirt demokratik.